Dini që sot është seanca e 19 me radhë, unë nuk shoh që do të ketë ndryshim. E para, nuk ka vullnet politik për të ndryshuar kandidatën, e cila për të 19 herë unë besoj që epilogu do të jetë i njëjtë. Fatkeqësisht Kosova po e kalon muajin i tretë të bllokimit dhe krizës institucionale, e natyrisht përgjegjësinë duhet ta marrin ata të cilët nuk tregojnë asnjë hap të vetëm që ta kalojnë këtë situatë në ngërshit politik. Partia Demokratike e Kosovës ju e dini që ka qenë e hapur që të ulet, të diskutoj dhe të shoh mundësinë se si mund të kalohet situata e krijuar, paçka se ne kemi një grup parlamentar i cili është i barikaduar një kandidatet vetme dhe natyrisht fati i Kosovës ka mbetur në mëshirën e kandidatës e cila nuk e dia do të jetë ende kandidate apo mbase pas disa tentativave zonja Haxhiu duhet të shoh mundësinë që të largohet nga kandidatura. Deputetja dje ministri në detyrë sa që minimalisht PDK-ja do në opozitë dhe një mandat. Çu komentoni këtë deklaratë? Sepse me zor tha që kemi hek nga pushteti. Para së gjithashtu nuk do t'i komentoj deklaratat e kryeministrit. Është përkeqardhje që kryeministri tek kaq kohë të gjatë pas përfundimit të zgjedhjeve zgjodhi që të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve dhe të jetë një medium, në këtë rast mediumin publik, foli shumë edhe për sulmet ndaj mediave dhe ishte etiketa e njëjtë, propaganda e njëjtë dhe qasja e njëjtë me të cilën zoti Kurti flet para opinionit publik tash e sa kohë të gjatë. Nuk do t'i komentoj deklaratat e tij sepse në fund përgjegjësia për t'i hapur rrugë perspektivës dhe zhvillimit të Kosovës varet nga koalicioni që ka fituar numrin më të madh të mandateve. Para se të flas për PDK-n, zoti Kurti duhet të reflektoj e t'i hap rrugë zhbllokadës 3 mujore në cilën ka hyrë Kosova dhe krizës me çmime, me çmimin e energjisë elektrike, me bizneset cilat nga 1 qershori do të kenë tarifa të reja të energjisë elektrike, në pamundësi që të flas për këto tema që preokupojnë qytetarët, zoti Kurti merr hapësirën e televizionit publik për të vënë etiketa mbi parti tjera, ndërkohë që fajin e ka ai dhe koalicioni që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Duhet të testohet Kurti, pasi ai thotë që i ka votat, por ju Po ti kishte votat, unë jam i bindur që do ta shihni me zonjën Haxhiu. Nuk mund t'i ketë votat për qeverinë, të mos i ketë votat e njëjta për kryetaren e kuvendit. Faleminderit shumë.